Hej, mirë dita, përshëndetje, mirë dita, Maria Spoqi, përshëndetje, shikusja e parë, mirë se erdhe, uroj që je mirë, përshëndetje, mas një kohë gjatë, apet vendosa me hi live edhe një live shumë spontan, halë ndoshta ka nevoj dikush pak për me bisedu. Sot e kam përzgjedh pak temen me fol, a je i lumtur në atë që ka bon, me profesionin, me rolin që e luan ndoshta. Përshëndetje, Maria. Përshëndetje me numras, po e kuptoj se kush je, përshëndetje. A jeni të lumtur në ato që ka e boni? Violeta Bajraleu, Ameti, përshëndetje, dashur, uroj që jeni mirë, që jeni ty kalu mirë. Valbona Dautaj, përshëndetje, a jeni mirë? Thjesht vendosa, përshëndetje Violeta, me hi pak live edhe veç me bisedu, me fol, biset lirë, me shkëmby pak mendime, me motivu njëri tjetrin, sepse krejt kemi nevojë për motivim, pak me ndo eksperienca tona nga jeta, çka mendoni për jetën e sotme, për gjithçka, për spiritualitetin, për vetdijen, për mos vetdijen edhe kështu me radhë. A jeni mirë, që jeni ty kalu? A jeni në punë, a jeni në shtëpi? A punoni, as punoni, të henë çdo herë, sa herë kam nevojë. O, sa mirë, unë e mendova sot, thashe di që është ditë pune, edhe sigurisht shumica janë në për punë të tyne, po a mbeson Valbona që to i thash qikës tam, thash du me hi pak live, që thash mënyrë spontane, thash ta ka nevojë vetëm një njeri është shumë rregull. Një persone me mujtë me ndryshu pak, mjafton. Hajde Valbona, pronaj, për çka po ki qef me fol pak sot? E kam kry për sot. E ke kry punën për sot, shumë mirë. Une jam e lirë në shtëpi edhe çka punon? Hajde më tregon pak se çka punon. Sepse shumë, ndoshta jeni njerëz edhe ju spiritual, ndoshta e kuptoni edhe ju spiritualitetin, po apet nuk jeni ty shku aty ku po doni, nuk jeni ty mujt me mri qëllimet e juve edukatore, okay, atë pëlqen puna. Se unë personalisht shumë, ata që m'jojnë për shembull e din që unë me vite kam punu, e kom pas edhe lokalin tim, kom qenë shef që shtojmë në veti, po me ku mas 15 viteve ku marrë vendimin me ndërprej punën, me mbyll biznesin tam, sepse nuk ka qenë puna e thelbit tam. Nuk ka qenë ajo që vërtet e kom dosht, që është, do më thonë, që ajo në energjin tame. Edhe të pëlqen, do më thonë Valbona, pëlqen puna. Edukatore që sa vite e bon? Okay. Edhe a e mendon që të punë me ushtru për ton jetën tënde? Po shumë? Okay. Sa përqen punon? 26, se kuptova për çka e ki fjallin 26? A meresh me spiritualitet? E lodhshme, po shumë e lodhshme. Nëse të lodh, niko se unë të ashtit këtu veç po du me folë realitetin, po e du 26 vite. 26 vite për voj, wow. Ej, Fadili, përshëndetje, kalove mirë ti. 26 vite për voj pune i ki, do më thonë, po shumë mirë, po ju sa duhet. Okej, s'ka lidhe, se gjithmonë gjithë shka bëhet mënyrën e duhur, ka njëherë. Amo, më intereson për njerëzve me ditë, për shembull, shumica që merren me spiritualitet edhe që meditojnë edhe që i bojnë ndoshta paka shumë ato ushtrime që ju jepen, a janë të i hecë për para, as janë të i hecë. A janë të arrit qëllimet e veta, përshëndetje feq, po mirë kalova, apo ki dhimbje Fadil?
Haj Fadil, bëma një pyetje. Se unë nuk kom qef shumë me u përgatit para se t'hin live, as kur gjo kërkon heq, sepse du më rrjedh ajo çka është e nevojshme me rrjedh që tash, sepse për ndryshe nuk jam e kanalizu me burimin nëse përgatita. E kur ma bërë një pyetje kështu, atëherë ma shumë është, jam ma shumë kështu, si me thonë, gjoj tema ma specifike nashta për biseden. Fadil, ty atë përqen profesioni. Me meditim s'po mundem edhe aq. Edhe a nihesh tani keq kur nuk mediton, Valbona? A e ki ndonjë kështu, ndonjë skeptik mrena vetes, nashta në mënyrë pavetdijshme, sepse shumë njerëz mendojnë se unë nuk kom meditu sot edhe tani fillojnë me u ndi prapë si keq. Unë personalisht, për shembull, përpara, Iliriana, përshëndetje. Unë personalisht përpara kur kom fillu me u marrë me spiritualitet, edhe unë kom mendu që duhet patjetër me meditu rregullisht. Edhe e kemi ndëgju shumë herë që duhet me meditu. Amo unë kom mësu që me jetu shumë vetëdijshëm edhe që me jetu me qenë tonë kohën pothuja se mënyrë meditative, që edhe nëse nuk ullna ndonjëherë me meditu kështu thjesht, nuk nina keq, sepse e di që jam shumë gjatë ditës, jetoj shumë vetëdijshëm. Përshëndetje Iliriana, në fakt falem edhe ajo më ndihmon. Okej. Unë atje mbrapa po I shihni ato frekuenca që I kam, edhe unë punoj shumë, do më thonë, me ato, edhe kur nuk I kum pas ato, gjithmonë nuk e kum ditë se ku jam, ku gjindem, në cilën frekuencë jam, pse hi me meditu, pse falem dashta, pse bëj qëtë punë, tash që e di sakt se cilën frekuencë jam, unë jam nina shumë e lirë mrena vetes, edhe nuk e kam mo asnjëherë atë farë bindje ndoshta mrena vetes që duhet me bo qëto. Mos harroni se sa herë që thojmë duhet, pa marrë parasysh se çka na jemi tuje obligu veten për me bo diçka, edhe kur e obligojmë veten ndoshta me një vetdije të plot se e kem një qëllim për me mri, atëherë është okay, por shumë shpesh e obligojmë veten pa pas qëllime të qarta. Jo, more veç picimi voskë e pyetje. Okej, në këtë vit Gregorian 2026, cila shenjë është e horoskopit, ka ma shumë përparësi e benefite, fat në dashni para tjerë. Viti 2026, Fadel, është, nëse tashtit se unë që ta kum dash me postu, është ky vit tani është viti I dashit. Dashi është ka shumë zjarr, është vit I krijimit, pra gjitha ta unë belen me vetdije të plot. Kom hiq tashtit prej që një muj e kom marrë një vendim shumë të rëndësishëm, jam hi me vetdije në transformim, sepse më ka du me kriju diçka të re, se e di që ky vit është viti I krijimit, është energjia dashit pra, dhe është pra shumë vit I mirë nëse don me fillu me një projekt të ri, qoftë me dashni, qoftë me punë, qoftë me para, qoftë me biznes, me çka do qoftë, është viti I dashit, pra është energji e re, krijim I ri, që kjo është ndoshta ta dhash përgjigjen e duhur, si t'i arrijm gjërat që kem nevojë, për shembull, për shërim të ndonjë personi të afërm. Për person të afërt tash qëre unë qysh e dini që jam hipnoterapiste, po unë jam ty punu edhe shumë astrologjin. Na flasim për shembull kush jemi në thelb, kush është e vërteta jonë, flasim se është mirë me qenë autentik, po kush jemi vërtet në thelb, këto mundem me ditë vetëm me energji. Trupi ton, tu e bu analizën e energjisë trupit ton. Edhe kush ke Valbona ti që ma bone pyetjen. Qama si dush atë
ditëlindjen, orën, emrin, biemrin të personit, edhe une e bëj një analizë të energjisë tina individuale, sepse që thojmë na jemi krejt unik, na jemi njerëz individual. Gjone, unë po flasë këtu krejt për përvojës time, që 8 vite të mira merrem me spiritualitet, që 3 vite në kohë të koronës se kom mbaru shkollën e hipnozës edhe ato të zhvillimit shpirtëror, që 1 vite më shumë jam duke punu me astrologjin, edhe për shembull hipnoza na ndihmon për blokada, për trauma, me shërue këto gjana, po sinqerisht po flas për me arrit një jetë shëndetshme, për me pas shëndet mirë, për me pas financa, për me pas gjithçka, është shumë e rëndësishme me ditë energjinë e trupit ton. Kush jemi na në thelb, veç kur e dim se kush jemi na në thelb, cila është energjia e trupit ton, sepse na kur kemi lind, për shembull jo, a besoni në rastësi apo s'besoni? A mendoni që është jeta e shkrume? Apo e dini që tash na vet tërhekim vetë, më thonë na jemi krijues. Edhe nëse na jemi krijues, a mendoni ju për shembull që neve na ka fal Zoti rastësisht në atë kohë, në atë ditë, në ata minuta më armë këtë botë? Jo, nuk është. Edhe unë kam mendu për shembull që është jeta rastësi, edhe rastësisht ndodhin gjanat, edhe është jeta e shkrume, po tash që kam hik kaq film këto tema, kur gjo nuk është rastësisht. As kur kemi lind na nuk ka qenë rastësi. E nëse gjithë shka prona e funksionon për të mirën tonë, se cili prej neve ka orë pa me një mision vetin, se cili prej neve është unik, jo vetëm pamjen e jashtme, por energjinë e trupit dhe ka se cili unik. Edhe na si njerëz jemi përgjegjës, jemi detyruar me kuptuar thelb se kush jemi na. Unë thash, unë e kom meditu, unë e kom shkru, unë e kom luti, kom bu tana. Por deri sa unë nuk e kom kuptu se kush është energjia e jeme individuale, çka duna unë me bu me këtë energji, unë nuk kam mujt me qenë vetja jeme vërtet kur, se na flasim për autenticitetin, na flasim me qenë vetja jonë, po qysh me qenë ti vetja jote kur ti nuk e din se kush je në thelb. Edhe tash kur e kupton se kush je në thelb, edhe masa nej, kur reflekton mbrapa e shef sa jetu energjin tonde. Dhe që është arsyeja kryesore pse njerëzit nuk i arrin qëllimet e tyne, pse smuhen, si ajo fizikisht, si ajo mentalisht, pse kemi nevojë për motivime, pse kemi të vështirë na me qenë autentik. Pse kemi të vështirë? Pse për shembull ndoshta e bojmë një punë, e kryjmë një profesion, mendojmë që na pëlqen, punojmë, vjen rroga në fund të muajit, kur e këshyr, konto jote është e zbrast. Pse? Çka jo merr mendja? Pse është kjo kështu? Valbona pra që shtash, nëse donë ma shkrujti mua ato, unë mundem me tregu cilat energji i ka ai person në trupin e vetë. Edhe masanena kur fillojmë me edhe hapuni, besoni se ka diçka ma shumë, sepse na kur mendojmë që nuk unë e di mjaftueshëm, edhe kur jemi skeptik ndaj diçkafit që dikush ta jep si diçka të re, si informacion të ri, hapuni, merrni, se edhe unë kam qenë kështu, kam mendu se jo, se qëre, mendja gjithmonë vjen edhe të thot ty, hajt përse këto janë mualife, hajt përse kjo s'është e vërtet se mendja do në të mojë ty gjithmonë në siguri, në zonën e komfortit, mos me të lonë me urrit. Kjo fakt është gjithmonë djalli. Kur na jemi diçka kritikus ndaj informacionit që i jep dikush, jemi skeptik, se besojmë, se është frika gjithmonë këtone. Për ata ju thash, unë punoj gjithmonë me ato frekuencat atje mbrapa. Kur unë kom frikë nga diçka, kur unë zbesoj diçka, atëherë me njëherë shkoj e shoh veten atje se ku jam, cilën frekuencë jam edhe pse po e menoj në këtë mënyrë. Atëherë ja hapi vetit horizontin edhe filloj me besu diçka. Pse po them këto, se unë kur flas me njerëzit, edhe në jetën e përditshme me njerëz në rrethin tam,
edhe ju tregoj, thëm, unë e kom për të mirën e secilit, sepse e di që mu që kjo ma ka ndryshu jetën teme komplet. Edhe unë për shembull, edhe alo e kom pak në mrena vetës se pritoj me dal me hi live me fol me njerëz. Pse? Edhe pse jom që 8 vite punoj me spiritualitet, edhe pse e di shumë mirë se si me meditime, me vizualizime, me këtu. Deri sa unë e kom zbulu veten se kush jam të vërtet, unë jom kthy të ajo fiqëria e vogël, edhe e kom potencialin që e kom pas për para, edhe ty u zhvillu, unë jom dal prej vetes, edhe mu kanë kriju frika, s'kom guxua, son me dal me fol para njerëzve. Se blokada ma e madhe që e kanë njerëzit është gjithmonë sepse na mendojmë çka mendon tjetri për mu. Edhe unë e kom pas çto gjatë. Se kur ti unë live, a di me fol, as di me fol, sepse do më thonë që kjo është frika ma e madhe që njerëzit e kanë me dalë me fol para dikuj. Edhe nashta po shikna që jem skuq pak, o shumë normale, sepse jemi njerëz emocional edhe nuk duhet për qata me kritiku veten, as me kërhazu veten, as me thonë vetes se ti s'din, ti s'munesh, ti kështu ti ashtu, po hin, veç zbuloje energjin tonde. Kur gjë tjetër më zbo ma shumë, edhe ti kime pose, edhe keme usheru, edhe keme manifestu dëshira tua shumë ma letë, s'kime pos frik prej mos siguri, sepse gjithmonë menja janë pra ka qef ty me të majtë sigurët edhe nuk të len me hecë për para, deri sa nuk e zbulojmë qëtë energjin ton individuale, edhe pse meditojmë, edhe pse lutem, edhe pse i bojmë gjitha këtu, na nuk mundem me qenë autentik nëse nuk e jetojmë natyren tonë. Për me qenë autentik, jo që e bojmë për tjertë, ose vetë se duhet ndoshta, por me qenë autentik, është frekuenca më larta që ekziston. Me qenë autentik. Dashuria është energjia më lartë, por mbi dashurien është frekuenca autenticiteti jot. Pra që ti, sepse ti kur guxon me u shpreh komplet ti vetë se qysh je në thellë, atëherë ti veç ki me shëndrit, ti ki do më thonë ti gjithmonë masane je i kanalizu me burimin tonë, ti je gjithmonë në kanalizimin e krijimit për të mirën tonde, për jetën tonde. Po super faleminderit. Boni edhe në i pyetje se unë seriozisht nuk hina veç me mojtë gjërata, po kom qef thjesht me bisedu pa asnjë lloj, si me thonë, pa asnjë lloj mendimi, ata bëj kështu, ata thom kështu. Na gjithmonë veç kur him aty ku s'na pëlqen, gjithmonë që aty ndodh transformimi ma i madh. Kur futem ne për ato që na krijon mas shumë të mrena vetes, Spannung i thojnë gjermanisht, Anspannung, sa ma shumë që shtrëngohem mrena vetes, sa ma shumë që kemi frikë ose prites nga diçka, hin në përqato me vetdije, sepse vetëm që të mënyrë do transformimi. Sa njerëz pra nuk transformohen, sa njerëz pra meditojnë, falen, luten, i bojnë gjitha. Kur është në pyetje për me kalu në për diçka të vështirë, atëherë stepen e mbrapa, pse se se kanë guximin, e kanë frikën, përderisa frika është këtu, edhe përderisa ti nuk kalon në për çato çka të frikson më shumë ti, nuk ka transformim. Ndaq çka dush bën se nuk mjafton veç me vizualizu. Po super faleminderit Valbona, teknik për shërim të personave të tjerë përmes meditimit është teknika Jose Silva, kërkon në internet, Jose Silva, Mind Control, ama duhesh me e perfekcionu. Valbona, teknikën për vetën e herë, tani me ndihmu të tjeret, të dërguva në privat. Besoj, por ajo nuk beson, thot, besoj veç në Zot. Po që kjo, kur ti beson në Zot, ti je autentik. Sa ma autentik që je aq ma shumë, pra je i kanalizu me Zotin, që kjo është ajo ma e rëndësishme. Valbon, ti për shembull nëse e ndryshon energjin tonë, se shumë për juve ndoshta e din që unë mamin e kom smut me kancer,
është 82 vjeçare, por nuk I keni idenë se sa I kom ndihmu në asajna vetëm me energjinë time. Vetëm me energjinë time, sepse na këtyne personave mundem ja ndryshu fokusin komplet. Edhe a mundet dikush që merr me hipnozë të ban dikën për vetë, për qëllim të veta. Gashi, une kom shkru libren, edhe krejt shkruan aty në libër në detaje se çka ndodh me hipnozën. Kur nuk mundet dikush me të manipulu ty përmes hipnozës, është fjala në një seancë. Amo në jetën e përditshme, ky iluzion që është, kjo është një farë lloj hipnoze, sepse na ndikohem nga njerëz, ndikohem nga situata, ndikohem nga fotografitë, ndikohem nga fjalët, edhe kjo është hipnozë e pavetdijshme. Pra, është shumë mirë, sinqerisht po ja tregoj, po ju them që merreni këtë libër, lexojeni sepse aty I keni krejt dhonat e hipnozës, ku hipnotizoheni në mënyrë të vetëdijshme dhe ku hipnotizoheni në mënyrë të pavetdijshme që mos keni frikë në të ardhmen nga hipnoza. Unë për shembull kam dëshirë të bëj gjërat mirë dhe çdo herë thu bëj mirë njerëzve, po disi njerëzit me kapën për çdo send. Pse? Kur ti don me bu mirë njerëz për vetë, mirë për njerëzit tjerë, kjo gjithmonë shkon në kompenzim, sepse ti nuk e merr të mirë nga njerëzit e tjerë. Edhe ti tani fillon, ajo që të mungon ty mundohesh me kërku prej tjerëve, sepse me këtë pritshmëri e bën që unë kur t'ju bëj mirë atyne, e marr një të mirë. Ndoshta nga femeria, për shembull, nuk kanë qenë edhe aq femeria jote, shko reflekto pak në femerinë tonë, si që ka qenë. Sot kanë vlerësu, sot kanë dosh, sot kanë dhonë dashni. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse edhe nëse kjo është pjesa e pavetdijshme prap, nëse na doj me bo mirë, mbarët edhe shka e kinë energjinë tonë, ndoshta ti je, nëse je akrep, ose nëse je virgjëresh, këta e kanë ato nga shpirti I tyne, nga energjia tyne që duan me ju bo mirë njerëzve tjerë. Amo ekziston prap ajo pjesa e vetëdijshme dhe pavetdijshme, nëse mënyrë pavetdijshme. Bon mirë, normal që nuk të kthehet mirë, sepse jetu e bo nga një frekuencë ult, nuk jetu e bo nga një frekuencë madhe, sepse kur e bon nga një frekuencë shumë të lartë, atëherë nuk e pret me ta kthy me të mirë njerëzit, thjesht e bon sepse e don, e ndjen edhe njihesh mirë me çato. Jam gafore, po, a e shef, gaforët janë e duan me bo mirë njerëzve tjerë. Amo mos e bon mënyrë të pavetdijshme, se kur e bon mënyrë të pavetdijshme, harxhohesh, jep, ti duhesh edhe me marrë, se është ligji I balancimit, nëse nuk merr, veç jep, atëherë kjo ty të harxhon. Është shumë mirë e paske në energjinë tonë, dhe kjo është shumë mirë. Edhe the që punon edukatore është jeme fëmijë, do të thonë kjo të bën ty me u ndi mirë, është shumë e bukur. Amo këshqyr se për shembull na kemi në po ju kallëzoj të vërtetën teme. Unë jam binjake, jam Luan edhe jam Ujor, këto janë 3 shenjat. Tani e kam numrin e lindjes, e kam demin. Këtu kemi shumë energji në trupin tonë, po kur I kemi edhe e dim se si funksionon. Unë për shembull që kom punu me vite, në njëjtin lokal, për 15 vite, binjaku don me fol shumë, duhet komunikim, sa ma shumë me komuniku, sa ma shumë me fol, me u shprej. Une se disa herë kam përmend për shembull, deri sa nuk kam komuniku shumë, unë që tu çakren e kom pas blokume, se çdo herë që tu mu ka lidhën fytë, dhe gjithmonë ka ardhur kjo, që kjo, më kam lidhën fytë, ta shprej se flas, prej se tregona, nuk I kam u këtë problem. Masandej jam Luani don me e tregu veten. Për shembull, na jemi ata që kanë qejf me tregu. Gjithmonë këto janë mënyrat e vetëdijshme ose të pavetdijshme.
Masën e kom edhe ujorin. Mu më intereson për shembull shumë edhe kjo tema si që dini ju prej disave, unë kom imobiljet mija këtu në Zvicër edhe e bëj me knasi. Tash, nëse unë e di se ku është energjia ime e trupit, energjia ime individuale, tash unë e krejt që to i integroj edhe krejt që to i jetoj, këtu është e pamundshme mos me ndodhë shërimi. Për që ata unë e thom që so herë jam të e thonë, nuk mjafton veç me meditu për Zotin e madh. Por na e kemi jemi detyruar me kuptu se kush jemi në thelbe, kur e kuptojmë qëto, për që ata ndodhin gjitha qëto smundje, për që ata ndodhin tradhtit, për që ata ka varfri, sepse njerëz nuk e din se kush janë në thelb. Sa për juve ndoshta meditoni që ku me vite, i boni gjitha shkruni teknika ndryshme, e san, por nuk ka përmirësime të mdoja. Sa për juve, ndështë mune edhe me më shkru këtu. Unë këto po e flas me përvojën time, që shtash e kumboni profesion me 15 vite. E mirat mirës ka qenë sepse unë jam ujor, edhe ujori don me qenë me vendos vetë, mos me vendos tjertë për to. A mos se mu ka do shto dit me shku në njëtin vend. Kjo mu me nuk e kom jetu, dhe më thonë, energjin e ujorit, sepse ujorit don me qenë i lirë, don lëvizje. Masanej kur je edhe këtu 4 elementet, a i dini sa luajn rol, jashtëzakonisht më. Edhe unë jam të mendu me boni webinar që kom ja spjegu krejt mirë se për çka është cila shenjë. Për shembull këto janë vetëm tregume me shenjën e doshit, me shenjën e binjakut e kështu, po ka komplet një domethënie tjetër. Gjani, unë personalisht vetë kum pas frikë prej hypnozës. Më kujtohet, i kum pa disa herë disa prominenta që kanë tregu eksperiencat e tyne tek hipnoterapiste edhe i kum pa ullun aty në karrit të i qajt, ku mendu o zot çka ndodhi me ta. Edhe më kujtohet dita e parë kur kum shku në shkollë, une, te këtu në band që e kum nis ditën e parë, orën e parë, kur ka hy ai mësuesi i hipnozës mrana, unë e kum këshyr kështu, me një frikë se çka ka me bo tash ky me neve, edhe kum qenë shumë kurioze me di se çka ka me bo me neve, edhe me ndojsha që shka me qenë ajo bota ndryshe, dishka mistike, para më ndojsha, po kure po është realitet dhe është wow, do më thonë neve na kanë fut qatë shumë frika, sepse to janë vërteta, kur njerëzit punoj me veten e tyre, pra përmes hipnozës i din blokadat tua, i din traumat tua, i din sa emocione ke ndrydh. Masanej me energjin tonë individuale, me energjin e trupit e zbulon thelbin tonë, vërtetën tonë, se kush i besoni njerëz do shon që smundjet edhe krejt këtu kanë me u largu, kanë me u ull për 1% të madhe, po kjo është krejt manipulim, sepse une kur shkoj në spital me nonën tem, edhe e shof aty mu mdoke sikur një zonë industriale aty, sa puna, sa njeri, unë kur shkoj me nonën tem aty, unë duhet me lyp parking gjys orë gati deri sa ta gjoj një vend për me u parkue, për me himrana. Spitali është aq i madh, 9.000 punëtori ka. Tash para mendon ajo me qenë gjithë këta njerëz të shëndosh, ai spital, ata gjithë ata punëtor, ku duhen me shku? Do më thonë është krejt, kjo është krejt manipulim, sepse na njerëzit e kemi forcën me u shëru vetë, e kemi forcën me mri financat, ku do të qofshti, po marrë parasysh cilin vend jeton, po marrë parasysh sa vjeqi, po marrë parasysh se krejt, do më thonë kur shlirohesh mrena vetës, kur e pastron brendin tonde, kur e kupton kush je në thelb, nuk ka kush që të ndalë, absolut heq nuk ka kush që të ndalë. Jam peshk. Peshqit është energjia, peshqit janë shumë emocional, kanë jashtëzakonisht dashuri mrena vetes, është energjia më lartë, e kanë më lehti për me manifestu, janë njerëz vizionar.
Nuk I keni idenë sa e rëndësishme është me punu me energjinë e juve, sepse kur e kupton se kur shje dhe fillon une njoh aq shumë njerëz që e kanë shëru osmen, e kanë shëru dhimbjet e shpinës, I kanë shëru syt, I kanë shëru lloj smundje, me kancer, me lkur, me gjitha këto vetëm duke e integru energjinë e trupit që e kanë. Vetëm me qëto. Jam doshi ka shumë zjarë më na vetës. Violeta ti Bajra Leu Ahmeti, se përziva me atë baldetën. Ti je dash. Ti për projekte të reja, për me kriju diçka të re, je shumë e fort. Edhe për sfida nuk e ki shumë problem. Vetëm, dëgjoni, na nuk duhet tashtit me u identifiku se që unë jam binjak, unë jam gafore, unë jam kjo. Nëse I kemi qëto energji në trupin ton, do me thonë që na për qëto jemi mat talentum. Amo në fakt, na duhet me jetu 12 energjit, sepse numri 8, e keni po, është yin edhe yang. Energjia femrore, energjia mashkullore. Do më thonë, kër jetojmë në qëto energji krejt, 12 principet e jetës janë këto, 12 principet e jetës, sepse qështu është I kriju njeriu. Energjia e trupit tonë është e krijuar nga 12 principet jetës tonë. Për shembull, dashuria, intelekti, shprehja, identiteti është zamra, masanej vjen drejtësia, është britsjapi, e vërteta është akrepi, e krejt ato, na krejt këto, I posedojmë si energji, po tani sa dina me jetu në mënyrë të vetëdijshme. Tash për shembull në bazë tyre ti mundesh edhe me ditë se ku je me energji, cilën energji duhet tani ta përdori. Unë kom pas për shembull kom pas me një koleg, sepse edhe ajo është koqa spiritual, po që këtyre energjive nuk ju beson ende, sepse kemi ndëgju shumë pak nga këto, po kur ja kom spjegu mirë, e qartë, edhe I kom dhonë ko, masanej e ka pas një bindje komplet ndryshe. Unë uroj sa ma shumë që thjesht ta kuptojmë, sepse e kemi obligim, është detyrë e jona. A besonin planete, a besonin në hanën, a besonin diellin. Para mendojeni njerëz doshën, mos me funksionu vetëm njëri planet prej këtyre. Çka ndodh me jetën tonë, çka ndodh me tokën? A mendoni se krejt këto janë rastësi? Sepse shumë njerëz thonë, çka janë këto pollavra, çka janë këto mohalife? Okej, po gjitha këto planete, mbi gjitha është gjithmonë krijuesi jonë, Zoti jonë që na ka kriju. Po sa më shumë që I kuptojmë na këto energji, sa më shumë që integrojmë jetën tonë, aq më afër Zotit jemi, sepse këto janë krejt kanales që Zoti I ka kriju për më na shërby neve njerëzve, që na me qenë më shumë kanalizim me ato. Mbi Zotin nuk ka asnjë gjë hiç, absolut hiç. Se e di që shumë njerëz kanë frikë prej hipnozës, kanë shumë frikë prej këtyre principeve të jetës, prej ligjeve ndryshme, po gjitha këto I ka kriju Perëndia, pra që na njerëzit me qenë ma në kanalizim ato. Po shka bojmë na? Gjithmonë e ndëgjojmë mendjen, të I thonë se mendja, unë kom thonë gjithmonë kur jeni në mendime, sidomos ato negative, ju jeni direkt me djallën. E di që kanë shumë frikë me ndëgju djallë, se shumë shpesh kur kom folë me dikot, çish po thu djalli, jo, mos u frigoni, nëse ju jetoni vetëdijshëm, edhe dini me menaxhu mbrendin e juve, s'ka çka ju bën djalli, absolut hiç, kur gjo, sa as mos më ka bu kur gjo deri sot, edhe pse e flas. Unë s'mund të meditoj, por kam fillu të ndryshoj sjelljen dhe falenderoj jam jonjose, as une nuk munde me meditu. Nuk mund me meditu e kom shumë të vështirë, dhe ato pa elshu një muzik, unë nuk mundem 5 minuta me nejt. Okej, është mirë për shembull me mujt me disiplinu veten se s'mundesh me nejt. Amo tashti nuk duhesh me uni keq nëse nuk mediton. Nëse nuk mundesh me meditu, qo bon diçka
që ty të bën me u shkput prej kohës. Meditimi është thjesht për me pushu trunin edhe me na shkput prej kohës, për me na kthy prezent, për me qenë sa më shumë këtu në të tashmen. Sepse shtresi edhe smundjet edhe gjitha këtu janë sepse na pra jemi gjithmonë mendime. Sa për njerëzve për shembull, edhe shumë njerëz spiritual që mendojnë se unë tash duhet me arrit dëshirat e mia, unë duhet me manifestu. Sa për shembull, ndoshta për juve merreni me spiritualitet, po si keni arrit qëllimet e juve që doni. Sa për juve e akuzoni veten tash, edhe ndiheni keq sepse ti nuk e ka mundesh me meditu, edhe sepse ti si ka i manifeston dëshirat e tua. Sepse ti prap mënyrë të pavetdijshme jeti u shkput për realitetit tonë dhe jeti u shkput non-stop në tarmën. Kjo krijon luftë me momentin e tanishëm pra. Se ti si ty e pranu momentin aktual. Edhe kjo është që nëse s'mundesh me meditu, është shumë në rregull. Mëso me qenë prezent këtu në tashmen, të ju falenderu. Heq nëse s'mediton, nuk është problem. Thjesht, thuj, o Zot falenderit për krejt që ka kom. O Zot falenderit që po marrë frymë. Që ti automatikisht je këtu. Si ta kthesh mendimin, fokusin këtu. Ose për shkak, merre një lule edhe shiqoje me vëmendje. Thjesht shiqoje me vëmendje. Edhe e shef që me njëherë ti je këtu prezent. Si të bosh ti prezent, si të mësojsh ti me jetu prezent, atëherë nuk ki nevoj me him pa tjetër në meditim. Shërim të plot për nonën, faleminderit shumë, si ta bind njëru personin që nuk beson. As që duhesh me bind, absolut. A din ti sa njerëz në rrethin tam komune që nuk besojnë, edhe bile që më kritikojnë mu se me çka merrna. Hajt bre, se s'janë gjok të gjona. Mënyra më e mirë, mos u mundo me bind kërkon. Ti fokusohu në qëllimet e tua. Fokusohu tuj e jetu momentin e tanishëm mas shumë ti. Sepse, qysh e thash më herët, mos u fokusoni shumë çka me arrit. Fokusohu mas shumë ti, mënyra më e mirë është me u fokusu, qysh më kënaq që tash. Se sa më shumë që kënaqesh që tash ti në frekuencat më të larta, ti je atëherë komplet vetja jote. Se je të shiju, je të jetu në basë energjisë tënde. Edhe me kuptu ku po më tërheq sot energjia jeme. A keni pa për shembull shumë njerëz që mbajnë dieta, po prapë s'hupin peshë. Çka mendoni ju? Pse nuk hupin peshë ata njerëz? Pse s'hupin peshë? Pra, nuk hupin peshë sepse ata nuk e kuptojnë që energjia e trupit vetë tregon ty se çka dush me hongër që tash. Edhe kur nuk e ndëgjon ti energjinë e trupit, edhe mendja thot që tash haje që to, se për ndryshe po e hongër që ato, që po të ha ty që tash, ti ki me shtu peshë. Jo. Po me hongër me vetë dietë plot, okej? Energjia e trupit po më thot, mund 11 natës me pi një kafe. Unë e pi një kafe. Sa njerëz nuk guxojnë me pi kafe mas orës 2 ose 3 mas dite, sepse i kanë bindje që unë nuk flaj në gjonë, kur ta pi një kafe tash, edhe pse energjia e trupit tash ta e kërkon. Edhe tash normal se ata i kanë thonë vetes aq shumë që unë kur ta pi një kafe mas orës 2 nuk e marr gjumi. S'ka me të marr gjumi, është e vërtet, sepse ti ki bind veten ashtu. Edhe nuk e bin kafen, ruhesh, edhe prapë ndoshta nuk ka me të marrë gjumi. Kështu që unë e pi kafen, sepse e di që energjia trupit tam e kërkon vetë. Normal, kur jemi të vetëdijshëm, gjithmonë e din veten se kush je, kur je vetëdijshëm, ti ndoshta nuk e pin kafen 11 ora sepse je vetëdijshëm. Edhe po se kur je vetëdijshëm e din mirë se edhe çka kërkon energjia trupit tonë. Pra nuk jemi në frekuencat frikës. Gjithmonë është mirë. Idenë nuk e keni se sa frikat i kemi mrena vetes që absolut nuk e kuptojmë në mënyrë të vetëdijshme. Pra ata është prapë mirë hipnoza, që hipnoza ti qet në po gjitha ato frikat që i ki të mshefuna mrena vetes që se kupton fare që i ki. Peshorja
don shumë harmoni. Peshorja e ka shumë të nevojshme me i bashku njerëzit për harmoni, pra për një farë lloj lidhje me bu mes njerëzve. Po për me pas lidhje, po gabimi më madh është se peshorët për shembull kërkojnë harmoni jashtë, në vend që me pas harmoni brenda vetes. Kur s'kemi harmoni brenda vetes, trupi smuhet. Kjo është edhe arsyeja pse duhet secili person 12 principet e jetës pra me jetu në mënyrë të vetëdijshme. Gaforret janë shumë ndjeshëm, janë domethënë shumë empatik, janë njerëz që i ndjejnë shumë emocionet e tjerëve, po që edhe këtu është gjithmonë ajo pjesa e vetëdijshme e pa vetëdijshme, edhe një gafor, domethënë lyp dashuri prej njerëzve, nëse si ja jep vetës, i kërkon tek tjerët. Këto janë tema shumë thella. Unë ndoshta do të bëjmë një webinar, po ju e dini që unë nuk i bëj vetit stres. Se më përpara i kom thonë vetes ku du të me bu këto, dush me bu ato, dush me bu këto, dush me bu ato. Jo, unë jetoj në bazë e energjisë trupit. Besoni njerëz se tash që kuptoj mirë se si funksionon, i vëzhgoj njerëzit, flasin për dinjitet, flasin për spiritualitet, po vetë janë në qatë shtres, domethënë sepse kur i thojmë na vetit, unë duhet me bu sot çto, unë duhet me bu sot çto, unë duhet me bu sot çto, apet nuk jetu i jetu energjin tonde, apet nuk jetu i jetu natyrën tonde. Dhe tash jetoj shumë vetëdijshëm. Unë tash për shembull këtë live e bona shumë spontan. Edhe s'kom përgatit absolut hiç kur gjo, sepse po du me qenë në frekuencën më të lartë me juve. E di se ajo që më vjen që tash, ajo duhet me dalë për me, nuk kom përgatit hiç kur gjo. Edhe kom hi thjesht në këtë live në mënyrë spontane. Unë gjithmonë e kom dorë spontanitetin, edhe tash e kuptoj që spontaniteti është energjia më e lartë që ekziston. Sepse ajo vjen nga zemra, nga dëshira e madhe, nga urdhri i Zotit që ai thot tash vepro. Asa njerës për shembull na jemi në kokë. Sa jemi na në kokë, sa të përgatitemi na për diçka, dihet që nuk është i dalë prej zemrës, kjo është i dalë prej frikës, sepse kemi frikë se mos po gabojmë edhe po na shohin tjerët. Je vetvetja ashtu si je. Asnjë punë nuk më pëlqen që kam bërë deri tani. Pse ashtu? Se se ke gjetë veten tonë ende. Cilët janë hapat që ty të ndryshuan në thelb. Kur unë e kom kuptu që unë kokna binjak, edhe unë duhet me fol. Mu më kënaq kur të flas. Unë nuk e kom kuptu përpara pse njerëzit më kanë thonë pse flet kaq shumë. Flas, sepse është energjia jeme. Binjakët janë shenja intelektit. Binjakt e ndjejnë për me dhonë informacione, edhe e kem obligim për me dhonë informacione. Nëse një binjak një informacion e marrë për veti, nuk është shpërndon, ai e blokon energjinë e vetë. Edhe kjo do më thonë është që mu ka ndihmu jashtëzakonisht shumë. Kur e mendoj jetën teme tash me para shumë viteve, unë e thom o Zot. Dini që shka qenë jeta jeme përpara, edhe pse sinqerisht kom qenë gjithmonë një njeri pozitiv, edhe kom dosht jetën shumë, edhe du jetën shumë, edhe vlerësoj çdo sekond jetës teme, me probleme, pa probleme, nuk ka rëndësi, sepse e di se gjithë shka vjen për një arsye, po më përpara, kur s'kom qenë ende në rrugën, këtë rrugë që jam tani, më duket që jeta jeme ka qenë si në terë. Do më thonë, e dini kur hinë për shembull në një dhomë dhe është këtë terë, asnjë dritë nuk është e dhezne, edhe tash si dush me llogarit, jetu i lyp diçka, dush me llogarit se diçka ki më rëzbu, ki me prish, diçka ka më të thyj, ki me vra komen, ki me vra kryt, derisa ta gjojsh qatë gjo. Tashtit, jeta jeme është shtu, e dhezi dritën, edhe shkoj e gjoj qatë san që jem të i lyp direkt. Pa vra kryt, pa vra komen, e kështu më radhë. Edhe hiq, nëse une s'kom ndryshu, ose nuk ndikoj në rrethin tam, une jam aq falenderuese sepse tash e di që fëmijët e mi kanë u rrit ndryshe, fëmijët e mi kanë me pas një jetë
shumë ndryshe. E di që fëmijët e mi kanë mi dhonë botës diçka ndryshe, nuk muna me krahazu jetën time me përpara që shka qenë absolut hiq. Kur hiq. Tash nuk i boj vetit stres për kur gjo. Bash hiq për kur gjo. Kom vizione edhe one, kom dëshira që du me arrit, është krejt normale, po nuk i kom mo dëshirat e egos. Unë tash di me bo dalimin ku është dëshira egos, ku është dëshira me të vërtet e energjisë trupit tam, e misionit tam që e kom. Sepse përpara e di që kum pas dëshira, ma shumë se gjysa për tyne kanë qenë dëshirat egos që s'mjanë realizu. Nuk mjanë realizu, edhe shqyr që s'mu kanë realizu. Sepse dëshirat e egos edhe ato realizohen, por që prap nuk kanë me të përmbush. A kur janë dëshirat të vërtetës, e arrina dëshirë, nuk i bon vetës presion, sepse nuk e arrita, po e din që është proces. Edhe unë tash procesin, derisa ta arrit dëshiren, nuk e kam mo qëllimin veç të dëshira, po e kam mendjen, po mendoj vetëm të dëshira, vetëm qëllimi se si ka me qenë kur ta arrit, edhe këtë gabim e bojnë shumica, sepse shkojnë të meditu, shkojnë të e vizualizu krejt kohën, e hupin momentin e të anishëm, edhe bojnë të padurushëm, sepse e kanë mendjen veç të vizualizimi, veç të arritja qëllimi, dhe më thonë të finalja, e kur të kthehen të vinë në realitetin e vetapet, jënë zhgënjym, se nuk e kanë ende që ata që dojnë. Kurse unë tani e shijoj, dhe më thonë, që të moment, deri sa të arrit dëshiren, e shijoj, e vëzhgoj veten, qysh ka më konë dita jeme sot, qysh ka me folun e sot, qysh ka me veprun e sot, qëfar lojme shko me marë, sa ka mu transformun e sot, që kjo është krejt esenca e arritjeve të qëllimeve, sepse jeta është gjithmonë me qëllime. Unë e kom bo edhe një ditë që një video që e kom postu në YouTube, nuk është jeta arritje na kur s'kemi me arri aty ku dojmë. Kur. Arritje është kur na mësojmë me jetu sot. Tani njërën ma të vetëdijshme edhe me pranu ditën e sotme. Edhe pra po e thonë, unë që të live që jam të e bu që tash, unë nuk e di sa është ora në 5:03 koka, s'di sa ja kom fillu, as nuk e di sot që sa kom hi, as nuk e di se kur kom e përfundu, deri sa mrendia jam e thot tash është boll, sepse e ndin shpirti vet kur thot është boll. Edhe në përgjithësi në jetën tonë çështu duhet me jetu. Me ditë kur, edhe çka dum nga jeta, edhe çish me vepru, edhe krejt këtu. Okej, po harresa asherohet, pse ndodh? Harresa këtu normal që luajnë rol edhe shumë vitaminat, mvaret se ku jetojmë, hormonet e këtu gjana krejt, por harresa unë e di, kur mbas lindjes time, që ku më shqy vajzen, kom harru shumë, në qatë periud kom qenë shumë në harres, sepse normal gjithonja ushqimi duhet konzumohet mirë, sepse edhe ushqimi luan shumë rol në energjin gjitha këtu. Varet çfarë ushqimi konzumon, edhe tjetra pra vitaminat që kisha thonë gjithsesi me i marë, sepse janë shumë të rëndësishme, natyrisht që gjithmonë me mendje fillon gjithçka, ama vitaminat, ushqimi shëndetshëm, të pini ujë mjaftueshëm, të bëjmë gjumë të mirë, dalim edhe jashtë natyrë, ari i pastër, lëvizjet normal që po, ama harresat janë shkaktar edhe pikrisht sepse mendja është gjithmonë jashtë, do më thonë është gjithmonë e shkputne, trupi prej shpirtit. Shumicën e kohë njerëzve gjatë ditës janë ose në tarmen ose në kalumen. E sidomos ata që kanë vizionet të mdoja, që duan patjetër me arrit dëshirat e tyne, moj me thonë, gjatë ditës tyne jenë 70% në tarmen, do më thonë nuk janë këtu. Edhe kjo është një arsye shumë e madhe pse mundesh me harru. Besoj si qështu. Une, përshëndetje dritë e bukur, përshëndetje Florinda, më pëlqejnë këto gjëra shumë me spiritualitet dhe me bëjnë të ndihe mirë, me kanë prek shumë disa gjëra. Spiritualiteti është natyrisht, unë tash nuk i tham spiritualitet, i tham thjesht
puna me veten, se kum po që edhe në spiritualitet, vetëm spiritualitet, nëse nuk dim me kuptu prap energjinë e shpirtit ton, energjinë e trupit ton, edhe spiritualiteti disa energji ti mbyt, si për shembull që thuhet me qesh, me dhon dashuri, e kuptoni, domethënë, ajo energjia e peshkit, në harmoni, po, shumë e mirë harmonia, po ka një herë që dush me qitë zjarën prej gojës, sepse për ndryshe njerëzit shkeljen, e sidomos në kohën e sotme. Unë nuk guxoj me pi. E çka nuk guxon me pi? E akrepi çfarë principe ka? E tregova pak më herët jetë mira për punën e akrepit. Akrepi është shumë për dashuri, po që kjo më pëlqen edhe prap shumë se kur e dim se çka jenë në shenjen tonë, në energjinë tonë, e zgjedh shumë e kit let me zgjedh profesionin tonë dur, e din se për çka je, e din se për çka ke lindur, cili është talenti yt. Për që ata është shumë e rëndësishme ta kuptojmë energjinë e trupit tonë, sepse kur hiç s'kime u krahasu me askënd. Se secili prej neve e ka një talent mrena vetës që kërkush nuk e ka. Apo e shefni se krejt prej neve, gjithë na këtu që jemi as njoni prej neve nuk i kemi shenjat e energjisë të njëjta. Secili e ka ndryshe. E secili pra i ka qëto 3 talente që i mban me vite të tëra ton jetën e vetë, ndoshta dhe vdes, pa e zbulu se kush ka qenë në thelb. Pa e zbulu se kush është e vërteta ati. E pse neve na duhen motivime, na duhen inspirime prej botës jashtme, krejt është kjo sepse mungesa e dijes që çfarë talentesh kemi mbrana neve. Paramendojeni secili me ditë talentin e vet, edhe me jetu që to, kur ti mo nuk i nevoj për me t'inspiru kërkush, as me t'motivu kërkush, se ti e din. Sikur bleta që fluturon edhe që shkon e zgjedh nektarin ma të mirë, edhe ajo shqedh në qatë mënyrë, njëjtë mënyrë e bojmë edhe na me vedije. Kur e din se kush je, thelbin tënd, kur e din se kush ka t'jep energji, cila është ku po të tërhek shpirti yt, s'ki nevojë të për inspirim, as për motivim, as për kur gjoheq. Si moj me dalë prej demoralizimin, ndoshta Blina, hajtë pyetëm edhe një herë zamër. Cilat vitamina? Unë personalisht e përdor vitaminën aminosojre, është për trupin, sepse trupi me kohë e hub pak atë kualitetin e vetë, aminosojre, triptofan, edhe magneziumin, edhe kalciumin, vitamina D, edhe B12 për shembull, po është më e mira me boni analist e mjeku ndoshta edhe me pyet se për çfarë mos pyetni. A kom tensionin e nalt? Unë i kom 50 vjet. Kur një jetën tam nuk e ku marrë tensionin, as që më intereson me di, sepse unë e një vetën mrena vetës, e di se sa mirë jam. Edhe mjeku jam është shumë spiritual, një herë, para disa 3 vjetëve kështu, se aty e dërgoj edhe nonën, e pyeta mjeku, në thash, a duhet të mora unë ta bëj ndonjëherë analizë, sepse se di, e kemi po, se gjithmonë sa do jemi të vedishim kjo menja, kjo djalli i mrapsh që e thonë prap, të shtin apet se ajo vetja jo dhe vjetër gjithmonë ka që me u paraqit me të kthy ty mrapa. Edhe pyeta, duhet ndonjëherë me bën ndonjë check, i thojmë na këto, tha nëse lyp diçka, a thojmë na, nëse lyp diçka e gjen, edhe ai tha nëse po lyp, tha, diçka ka me dorë, tha kështu që rri se mirë, je tha, ti punon me veten, me energjinë tonë dhe kjo është super. Edhe, por nëse boni një kontroll, është mirë ta boni, thjesht i thoni mjekut, nuk po du me ditë a kom sheqer, a kom yndyrë, a kom tensiona, këto gjona, vetëm me i marë kum mungon, për shembull, cilat vitamina mungojnë, hekuri, apo vitamina D. Për shembull, neve këtu në Zvicër na kemi shumë pak diell,
këtu në Zvicër prej nëntorit është shi edhe shumë ftoft, tash ka fillu pak dielli me dal, sigurisht që shumica prej neve kanë probleme me vitaminën D. Edhe është mirë me kontrollu, pse jo, sepse vitaminat luajnë shumë rol normal në humorin ton. Dhe kjo, faleminderit, dritë e bardhë e Zotit, po thu mi marr. Cilat vitamina po thu mi marr? I përmenda, po mas mirë është thjesht me bo një testim edhe me qyrë se qka mungon në gjak. Ama mos harroni se na mundem me ushqy shëndetshëm, na mundem me I përdor vitaminat, por nëse jeni në frekuenca t'ulta, nëse mrena vetes kemi frikë, nëse kem dyshime, nëse gjithçka, sa njerëz për shembull shkojnë fitness ose dalin me vrapu për shkak të frikës që kanë, sepse ose dyshime që I kanë se nëse unë nuk e bëj çto, unë smuhem, unë kështu, unë ashtu. A kuptoni, domethënë me frekuenca t'ulta, me frekuenca të frikës, e kjo normal që prap nuk ndihmon. Edhe meditimi për shembull, nëse thu unë duhet me meditu, sepse ke frikë se s'ke meditu sot, edhe tash po m'vin mendime të këqija, ose fillon me fajsu veten, ti prap jeturon me energji poshtë, nuk ndihmon. Tash paramendojeni, meditimi sa zgjat, 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta. Është mirë, unë nuk po them zotin e rujt me meditu, po jo me pos frikë se nëse s'meditova sot, me hi prap në fajin, do më thonë me fajsu vetën se s'ko meditu edhe kom bo dishka keq, jo. Se s'ke meditu, po ke bo dishka tjetër, që ka qenë është ta mirë. Por nëse rri veç kot, normal që edhe ajo nuk është mirë. Edhe mos harroni, se edhe shpirti, edhe trupi, I mban mend emocionet, E keni pa për shembull që na shkojmë në një vend, edhe na ka pëlqy shumë. Do më thonë, edhe shpirti, edhe trupi tërhek prapë ndoshta më shku në qëtë vend, sepse e ke mbajt mend, regjistron. Edhe gjithçka qështu, nëse na për shembull si njerëzi, ma shumë rrim në shtëpi, edhe nuk dalim, atëherë na fillojmë u mbyll, sepse edhe ato varësit që ndodhin, do më thonë është që kjo arsye, sepse lëviz pak, dembelovesh sa ma shumë, që dembelovesh sa ma pak që del jashtë, aq ma shumë trupi mësohet me najt në zonën e rehatis, edhe ta është dush me detyru vetën dhe shta për me dalë, se nuk don me dalë. E kjo normal që nuk është mirë, po kur jetojmë pra mënyrë të vetëdijshme, edhe kuptojmë prapë se kush jemi në thelb, kush jemi në të vërtet, atëherë na vetë bohemi, si me thonë, shpirti jot që thuhet kjo fjala, na jemi magnet, ti je magnet, fakt është se energjia jote, do më thonë, e kom thonë se disa herë, ty tërhek ka më shku, vetë, ama për shkak se na jemi shumë mendime, për shkak se jemi shumë I të fokusum në vizionet tona, në qëllimet tona, mendojmë se qanej ka po më thot, ka po du më shku, është gabim, jo se unë duhet me bo qëta. E mendja racionalja, kur nuk mundet me ditë ma mirë edhe ma qartë se sa shpirti jot. Kur? Flerek, si me ta thonë Evelyn, apo hen life e mu ma se ma qove thirjen. Apo do me hejtë kush life e mu. Edhe mundem thjesht me bisedu dishka, pak. Ose edhe ju me I thonë mendimet e juve. A keni edhe ndonjë pyetje? Po shenja e virgjëreshës. Shenja e virgjëreshës është shumë perfekcioniste. Virgjëresha është I don gjonat në mënyrë perfekte. Virgjëresha analizon shumë. Edhe virgjëresha për shembull, shenja e virgjëreshës është shpesh të shumë njerëz që I ndalon për me ndjek ëndrat e tyne, ose e ki ndoshta një plan, një projekt që ki qef me arrit,
Virgjëresha janë nisë me analizu edhe virgjëresha e pavetdijshme mos anë thot jo, se duhesh me pas qëto, duhesh një herë me pas qëto, duhesh një herë qëto, edhe t'len, domethënë nuk t'len me hecë përpara. Stopon. Po një virgjëreshe vetëdijshme, ajo e din që nuk i duhet hiç kur gjo për me pas diçka specifike ose konkrete, ajo thjesht hin. Britqapi çfarë ka karakteristikë? Britqapi është shumë e don drejtësinë, Britqapi është përgjegjës për skeletin tonë të mbrëmshëm. Britqapat janë shumica prej atyre që vujnë prej eshnave, që kanë probleme me eshna ose me koc, si me i thonë, sepse këta dojnë drejtësi. Edhe për shkak se dojnë drejtësi e kërkojnë jashtë, por Britqapi duhet me qenë spori i drejtë me veten e vet. Janë njerëz që mas pakti kanë emocione, janë shumë pa emocione. Britqapit ti thuj kish dek që ky filan, ai nuk reagon shumë, domethënë është ndryshe pe gaforës. Hija, që flasim na për hijet, hija është pjesa e kundërt e Britqapit, është gaforja, për me manifestu, për me manifestu në mënyrë më të shpejtë, Britqapit i duhet me integru edhe energjinë e gaforës, sepse është pra dita edhe nata yin yang, na nuk mundem me jetu vetëm një energji, sepse tash për shembull nëse ti unë jam Britqap, që thash më herë, na nuk duhet më identifiku tash ti unë jam që kjo dhe duhet me jetu veç to. Po ti për shembull si Britqap është mirë që në jetën tonë të përditshme sa më shumë e integru në jetën tonë, por me kthyer prapë në mënyrë vetëdijshme ose të pavetdijshme, se qysh e thash pra, Britqapi nëse është i pavetdijshëm, ai kërkon drejtësi jashtë, vanë me kërku drejtësinë brenda vetes. Burri tam është i dhimbt, guni i majt. Edhe unë e di që shumica nuk besojnë, edhe shumica si dokën mualife, edhe mu kanë doktor sa në fillim, por nuk është. Edhe po i dham koma, guni i majt, ka dikun që një jo. Po unë e di që burri jam është Britqap pro. Edhe e di që ai kërkon drejtësi, edhe di që tash për momentin aty ku me ata kolegët e punës ka një herë mundohet pak me kontrollu, edhe unë i kum thonë vetëm shoje kontrollin, sepse na kur dojmë drejtësi edhe kontrollojmë shumë. Edhe drejtësia pra në Britqapi është përgjegjës për trup drejt, për të balancuar, për skelet balancuar. Edhe tash kurse marrim drejtësinë prej jashtit, na shtramohemi mbrana vetes, edhe për ata fillon dikun me dhimbt trupi. Për shembull, këto farbrylat, gojt munden me dhimbt, shpina, është tipike e Britqapit. E për me shëru dhimbt e trupit, dhimbt e këtyre eshnave, është mirë me integru energjinë e Britqapit, ke apo s'ke Britqap në energjinë tonë. I që të faleminderit për çdo gjë që përcjell përmes live që bën dhe energjinë e pasur që ke Fior Alba, faleminderit shumë. E për Luanin edhe në përgjithësi ndonjë këshill. Luani është kështu pra, Luani don luksin. Luani don me u tregu. Luani ti duhet pak bina. Me Luani nëse nuk i tregon veten para njerëzve, nëse nuk shfaqen, nëse nuk guxon me thonë ti ato çka po don me thonë, me kohë ti e myt këtë energji edhe fillon me uni i vogël. Domethënë Luani është kogja, ka autoritet, por që Luani në mënyrë të pavetdijshme e krahazon veten me të tjerë. Edhe kur e krahazon veten me të tjerë, sepse nuk është i vetëdijshëm, sa i fuqishëm është, ai e bën veten më të vogël. E zvoglon veten, edhe kur e zvoglon veten, është sikur ajo fotografia që Luani nëse nuk e sheh veten e vërtet i duket vetja sikur mac. Në çet mënyrë është. Kështu që nëse e ke Luanin dikun, integroje me patjetër nëse don me rrit energjinë tonë. Plus Luani është çakra e zemrës, sepse është identiteti. Luani duhet me pranu identitetin e vet. Për shembull, unë jam fiqëria është pjesë e egos, por që tregon të vërtetën tonë. Unë jam fiqëria, nëse kur thon unë jam fiqëria, kështu
e mbyti energjinë e luanit edhe e bllokoj çakrën e zemrës time. Po kur unë them, unë jam fiqëria me plot bindje edhe e pranoj atë veten time kështu si jam, sepse luani duhet ta pranoj veten gjithsesi ashtu se si është, sepse është pra përgjegjës për identitetin e tij. Okej, ndonjë pyetje tjetër se gati më ka harxhu bateria. Apo do ndikush me një live me mua ju? Peshqit, çka është karakteristika? Unë thash peshqit janë shumë vizionar, peshqit dojnë me dhonë dashni gjithkujna. Kanë qef me dhonë dashni shumë, po pse dojnë me dhonë dashni shumë, edhe dojnë me dhonë se cilit, ata lëndohen mas shumëti. Sepse kush është gjallë sot me dhonë dashuri, veç peshqit, japin shumë dashuri. Kështu që ai që është idiotit, nuk dush me dhonë dashuri. S'dush me dhonë dashuri. Ai që është idiot, edhe që nuk ta din rëndësinë hiç, edhe që nuk vlerëson hiç, atij është gjëna me dhonë dashuri. Për këtyre njerëzve vetëm distanca, unë i lëni ashtu si janë, për dashuri mos ju i japni, sepse në spiritualitet thuhet jepi dashuri atij, jepi dashuri, shko edhe kriminalin duje, edhe pedofilin duje, jo mar njerëz që s'don me dashti pedofilin, që ta ka që këshirë me të bo keq, që s'do me dashti kriminalin. Okej, është gjëna, sepse edhe ata janë njerëz, edhe e kalumja atyne i ka formu me atë identitet që janë bu. O bo nashta pedofil, është bo kriminal, është bo tralltar, ku ta djone se qka. Po, amo tash nuk do me thonë se unë duhet me dasht ato. A është e vërtet, Sonila? A jeti vet? A jeti vet peshk? A keni dëshirë që me hione ma shpesh live edhe me bisedu për qëtu? Sepse për zotin e madh, unë po ju thamë që kur gjo mu nuk më ka ndihmu ma shumë se sa kur e kom zbulu se kush jam. Unë e luanin tam më konë të e mbyt, sepse unë kom qenë gjithmonë e guximshme për zotin e madh, sepse unë ju thasha edhe ma herë, unë jam 50 vjeçare, në vitin 95, unë kam shku në Kosovë, kam dalë lirë, njerëzit kanë bo me gisht për mu, kanë thonë, kjo qka është, mus më ka një kur, se më ka interesu kur që ka thoi njerës e tjerë. Po ta kësha dit endeve, atëherë se kush kam qenë në thellë, po nejse, gjithë shka vjen në kohën e duhur. A keni edhe ndonjë pyetje? Se di edhe sa përqendi kam, a jeni veç të jo po që kur e donë dishka, nuk din me unal. E sa njerës për shamë më thojnë qysh po mund, është me dalë, me folë, me njerës, qysh ki dorejme, është misioni jam, e du, e boj me knasit madhe. Okej, falenderit, shumë falenderit Valbona, po jam shumë e interesuar për live të tua, falenderit, unë do të vi me live pak ma shpesh, po që kam edhe unë shumë obligime tjera normal që s'fukam kohë qdo herë, e kam mamin afer edhe po donë me dit edhe për binjakt. O, binjakt që e thuj mamit, si korone që s'di më nalti po. O, zot, apo më pritni vetëm pak, ta marrë kablën e telefonit që donë me më nalë. Veç një sekundë, okej? Me njerë po vije. Do shta dikush nuk i bon lajfet kështu si orën, se kanë qef me konë për vetë, kështima që aty më shtek. Amo, une e kom mësu që sa ma autentik jemi, sa ma vetje, që ta shë mushë. Ta shplasim sa dhe me bez ma dritën Amerika. Bez ma dritën? Okej. Okej, a jene gati edhe për një orë live? O, kush ma boni pyetje për mamin? Aha, binjakt, vlerë e që ki jam në zemër. Binjakt janë qështu pra. Binjakt e kanë të nevojshme shumë me thonë ato që ka e ndjej. Me full.
Sa ma shumë e folë, më u shprej, do më thonë, mos me ndryhet asë një emocion. Binjakt janë si thmija, a jeni të po që unë jam, ka njëherë, nështë një pjesë e jemi është pak si thmi vogël, sepse janë, na jemi shumë, si me thonë, ende një farë pjesë e efemeris jetë neve, sepse na duam shumë risi, jemi shumë kurreshtar, na interesojnë shumë gjanat. Binjakun shemë me vetë për gjithë shka, vetë binjakun a i ka me të përgjigjë. Është i pare ndoshta që në krejt energjit nëse e pyet diçka, dikon, binjaku është i pare që ka me të përgjigjë, me thonë, po, unë e di. Vërtet kanë shumë, jemi, do më thonë, asi persona që jemi për me dhonë informacione, edhe jemi për me marrë shumë informacione, që po shekni edhe të one. Okej. Okej, ndashta a është këputa pak ajo? Prej cilit dan po më njekni? Demi, demi. Demat janë të rahatshëm, nuk i dojnë shumë lëvizjet, kanë qef ma shumë me konzumu ushqim, po janë shumë të fort për biznese, për strategji, që kjo është demi. Veç, për shembull, disa dema, deqani, Albona Dautaj, qka po mendon me deqan? Po unë jam me deqanit, po jam e martu me në kamelit. Shumë dema, për shembull, janë edhe mbi pesh, nuk e di burrit, a është mbi pesh, apo së është mbi pesh, prej fush Kosovës. Kukunona. E bona pyetjen vetë, prikojt vini edhe që. Haja, që edhe unë harrova. Nuk po ndëgjona, e tash apo ndëgjona? O nga deqani vendase prej fush Kosovës, Francës, sa mirë. Na po flasim shumë pak keq për këto telefonat, për rrjetet sociale, por që e shihni se kanë edhe shumë të mira. Po pyeta se prej nga po ndeshni. Po tash kom fillu më lodh se kom hi moti live. Prej Kamenicës, okej. Mavriqi, a i diçka me Arjanin, se edhe unë prej Kamenicës. Kështu, e martume. Okej, për demin që ke shtu përgjigjë. Akrepin e tregova, janë shumë emocional, i ndjenjë shumë tjertë, janë shumë dashun edhe këta, sikur peshku, edhe këta e kanë të nevojshme shumë me ndihmu njerëz të tjerë, e kanë si mrena vetës, do më thonë, me ndihmu, me dhonë shumë për tjerë, por që nuk është mirë me dhonë tepër. Kujdes kështu, nëse je akrep, masi qenë ke akrep, jo, mëre akrepi është, më falë, akrepi është skorpion. Më falë që pak me gjermanisht i përzi, akrepi është skorpioni. Jo, më falë. Akrepi e donë shumë drejtësin. Akrepat duan shumë drejtësi, janë për të vërtetën, edhe akrepi veç është shumë manipulus. Nëse akrep je i pavedishëm për shembull, akrepi i vedishëm kërkon drejtësi, por ai nuk e kërkon drejtësin jashtë, por e kërkon drejtësin mrena vetes, është i drejtë me veten. Ajo pjesa e pavedishme që akrepi është manipulacion, akrepi për shembull thot mos i beso këtij, ai s'është i mirë, ai është i keq, ti e kështu, ti e ashtu, më thonë e ka shumë gishtin për të tjerët. Akrepi i vedishëm është fjolla. Kurse akrepi i vedishëm i këshyr punët e veta edhe nuk i intereson puna e dikujt tjetër. Që kjo është akrepi? Se akrepin me gafurën i përzi gjithmonë. Krebs edhe skorpion. Prej Francës. Okej.
A keni edhe ndaj pyetje për në fund a ju? Po, edhe në përgjigje pak, a punonin krejt apo s'punonin? Edhe a jeni të kënaqur në atë çka e bani? A ju pëlqen domethënë puna, a ju pëlqen ndoshta ajo roli që jeni të e bu për momentin, ndoshta vetëm si non, ndoshta si punëtore, si grua e martume, edhe krejt këtu. Gaforën se tash u futa, se din ndoshta e lo live-in edhe mundesh me ndëgju. Nëse keni dëshirë me ndëgju ma shumë, unë munda me përgatit një webinar edhe regjistrohej aty edhe ja u spjegoj një në detaje se cilën shen edhe se cilën energji pra. Të pyeta për derealizimin që më duket që s'jam vetvetja. Si vetvetja sepse nuk e kupton mirë se kush jenë thelb zemër. E kilon veten me të formu tjert, e kilon veten ndoshta tjert me folë për ty, nuk e dja ka mirë apo jo, përgjigj më të lutem, a vendos ti për veten tonde, për jetën tonde, apo i lën tjert me vendos për ty. O fiqe ec e mos e pëlqe këtu në Kosovë. Ec e mos e pëlqe këtu në Kosovë. Valbona zemër, unë mendoj se kërkun nuk është me një farë mënyrë lehtë, e sidomos kur kemi punë me njerëz pa vetëdijshëm zemër. Nuk është e lehtë as për mu besam. Edhe pse e di që shumë njerëz thojnë, unë jam e vetëdijshëm, unë e bëj kështu, unë e bëj ashtu. Na jemi të vetëdijshëm për një periudhë, por çore, jeta është me cikle. Edhe sa do të vetëdijshëm që jemi. Na jemi jeta është me nivele, që po ta bëj një vizatim Google qëtu, edhe e ku marra tabelën mbrapa, ko me fillu me i spjegu gjanat me vizatime. 1, 2, 3, 4, për i bëj qështu një vizatim. Shiqo, zemër. Ta është se jeta është me nivele. Na, për shembull, për në zona që kemi punu me vetëdije, që jemi ma spirituale, e kuptojmë të vërtetën e sa në krejt, rrezikit të shumë njerëz që mendojnë që janë të vetëdijshëm është kështu. Kur për shembull ti je në çet nivel, që tash është nivelin e tretë. Okej, ke mësu nivelin e parë, nivelin e dytë, e din çka është vetëdia, e din çka janë mendimet, e din çka janë emocionet e krejt, edhe tash ti je në çet nivelin çtu. Te shumë njerëz për shembull mendojnë se janë çtu, unë i kum kalu çto nivele dhe tash unë jam i vetëdijshëm. Shumë njerëz mendojnë kështu. Na nuk jemi kur të vetëdijshëm. Jeta gjithmonë është lëvizje edhe jeta është gjithmonë transformim. Tash për shembull nëse unë shembull po tham, s'po du me diçka, po nashta unë ko në një nivel pak më nalt se ju, okay? Ju jeni nashta qëtu, unë jam qëtu. Nuk do me thonë që unë tashtit jam ma e vetëdijshme se ju, unë nashta jam 1 hap, 2 hap para juve, po s'jam ma e vetëdijshme, se unë kom e ulltu edhe tana këto vite që i kam, kur dalë qëtu, kanë më orë sfida të reja për mu, okay? Sfida të reja. E tash qëto sfida të reja, unë nashta i kaloj para teje, sepse ti e qëto unë kom i kalu para teje. Edhe nuk do më thonë kur që na dim mjaftushëm, edhe gjithmonë pra nuk është letë për as njonin. Edhe gjithmonë kemi më ballafaqu me njerëz pa vetëdijshëm, me njerëz ndryshëm, edhe kjo normal që neve na merr shumë energji. Po çka është për e mirë prap, kur e kupton thelbin ton, kur e kupton energjin tonë, sa do që na kemi me u përball me situata të vështira, me njerëz të komplikuar, me njerëz pa vetëdijshëm, ti e din ku është energjia jote, ti e din ku e merr energjin tonë, ti e din ku e hup edhe energjin tonë, edhe që kjo neve na nxjerr prej krizës, se për një njeri të vetëdijshëm, ku do qoftë, për një njeri të fort është fjala. Shka do me thonë i fort? I fort do me thonë me aliju vetës me qenë edhe shumë i dopt. I fort do me thonë me aliju vetës me bo gabime. I fort do me thonë mos me mendu që veç unë e di, po me thonë unë s'di heq kur gjo, edhe që tashit po e njoftoj vetën se kush jam. Do me thonë gjithmonë me qenë i gatshëm me një farë mënyre edhe me luftu, po edhe me qenë i dopt, edhe krejt. Edhe nashta është mirë mja bo një pyetje vetës, kush jam unë në vërtet. Cili arketip jam unë.
a jam luftëtar, a jam njeri i but, a jam agresiv, a jam lider, a jam udhëhec, a shka jam? Ja bo veti që të pyetje në herë, se tani, basi se e pyetje, e djene dhe paka shumë se ku je. Po, disi të konzumon. Punën time e bëj shumë me dashuri. Valbona ti the se je gaforë, më do këta po, edhe edukatore. Besoj se jenë rrugën e dukur, ama kur i kupton edhe këto dy energji tjera, masane është data e lindjes edhe data e jetës, edhe aty i ki dy energji, edhe ato tani, se ndoshta nëse në një fush tjetës tonë nuk ndihemi të lumtur, nuk ndihemi të përmbushur, është sepse njënën energji për tyre nuk jetu e jetu. Okej. A keni edhe nëjë pyetje tjetër? Nuk jam e punësume. Kimet e hudaj. Okej. A je non? Jetu i ritmi? Kur nuk duhet me mendu, me thonë që unë jam nuk jam të bo diçka me një vetën të pavlefshëm, se na gjithmonë bojmë diçka. Gjithmonë. Ama vetë gjithmonë është, a je i knoqën me që ato që je ka e banë që tash për momentin, nëse si je i knoqën, atëherë veç për dhe vete që ka moj me ndryshu. Ama gjithmonë tuj e bo pyetjen ma dur, kush jam une, cilat janë energjit e mija. Nëse i bani që to, unë ju garantoj që jeta juve ka me marrë krejt tjetër kohje. Përshëndetje dashur, a bon me ditë temën se hyna me vonesë. Unë sot këmë folë shumë dashur me Jereme për energjit e trupit tonë, kush jemi në ndë vërtet, edhe a jemi thjesht lumtur me që ato që jemi, që e kemi, edhe që jemi. Si që kjo, unë mendoj që na nuk duhet me abo pyetjen vetjes çdo herë se kush po du me konë, ose ku po du me konë, po a jam i knoqën me qëto që e kam qëtash, me veten time, edhe pse s'jam i knoqën. Atëherë me janis me kuptu kush jam, edhe çka kam, edhe qysh me u transformu. Jo çdo herë veç kush me konë, veç në tarmen. Më pëlqen puna, po thellë mendoj që mund dhe me bu ma shumë. Edhe stresohem do njëherë edhe pa nevoj. Është shumë e rëndësishme, se e di që nëse e ndjen, se kjo është zoni yt i mbrendshëm në fakt, kur e din që mund është me bo diçka ma shumë, atë zoni yt i mbrendshëm në fakt ty është ka të folë. është ka mundohet me komuniku me ty, po ti për shkak, tash edhe këtu vjen për shembull Skorpioni ose Virgjëresha, Skorpioni që thot ja bëshuj se mirë je. Skorpioni është ai manipuluesi, pra që s'len ty me nigu, me menu. Dhe që kjo është edhe ajo shumë e fuqishme, energjia e trupit, edhe do me thonjën e këtyre 12 principeve, se kur i din që të 12 principe ti e din sakt në cilën energjie. Tash për shembull ti e ty e boni punë, me vitet të tëra, në fakt ty po të pëlqen, okej, po mundet me pëlqy ty sepse mendja jote njihet e sigurt, sepse mendja është gjithmonë siguria. Siguria tash është energjia e krepit, pra është manipuluesi që ty thot, hey, shuj, mirë jeti, mos lyp ti shka ma shumë. Me rëndësi e ty marrë rrogën, e ki një tarë me të sigurt, e ki kolekte mirë jeti këtu, mos lyp ma shumë, okej? Që kjo është pra energjia e Skorpionit, që ty t'len që aty, s'do me t'lon me hec ma për para, nuk don me t'lon me zhvillu potencialet tone. Kjo është në fakt djalli pra, që kjo s't'len me hec ma për para. E çka ti nëse tash që kjo është forcë, pra që e thash ma heret, nëse ti thu hej, ti i thu Skorpionit, rre aty, unë du me provu veten se kush jam, unë du me nigu që zonin tonë të mbrenshëm, zonin tam të mbrenshëm, edhe du me fillu pak me hi në të panjohërën, në pasigurën, sepse unë tash personalisht jam një periudhë themen që kom hi komplet në të panjohërën, me vedijet plotë të kombo, sepse jam të integru gjitha energji, du me integru gjitha këto 12 principet e jetës, sepse e di që për ndryshe gjithë mund diçka do të mungon. Edhe thjesht për me pa veten se kush po bona, kush jam une, çka është misioni jam. E kemi për detyrë na me i bu qëto. Edhe unë pra me vedijet plot, po kur e bon me vedijet plot, është frika shumë ma e vogël. Kur ti për shembull, sepse qëre, sa njerës për shembull,
e ka dëshirën nashta me dal prej një venit punës, edhe ta shtit, po kjo energjia Skorpionit thotë rreti se mirë, je mos lek më shumë, tani është siguria, është energjia Virgjëresha, edhe ajo thotë rre sigurt se mirë je, e ta shtit zguxon me bo lëvizje, ama jeta dikur të pret ty, apo e bën hapin e parë ti ajo, nëse se bën hapin e parë ti vet, atëherë jeta vet vjen, ka dole, ti ta pshon tryshkelem edhe s'len, do më thonë qep për qasaj zonës ratis, edhe të shtin me zorën pa njohërën, tash kur ty jeta të shtin me zorën pa njohërën, e ki shumë ma të vështirë me kalu qatë periudhë. Po ti kur thu me vetdijet plot, hej, unë e di që funksionon jeta, unë e di që duhet me integru energjit, unë e di që duhet me jetu energjinë e shpirtit tam, edhe tash ti me vetdijet plot hin. Atëhere ti hin të pa njohërën, a mo hin e përgatitne. Është për shembull si kur me u hedh prej balkonit poshtë, nasha kur hedhesh me vetdije, nasha mundesh mu vra pak. Po e ki një farë balanci, një farë drejt përshimi, ma të mirë se sa veç me të gjuj dikush. Edhe pse ka njëherë na duhet, thjesht nëse s'marrëm veprime, dikush duhet marrë ka njerë bum me të gjujt. Edhe s'kiqare tani pa ja dal vetë. Bash në qatë periudhë jam që më ka përfshi me zorë me ndru. T'ka ardhë jeta t'ka shti me zorë me ndrua, po. E po që kjo është bash. Se shumë njerëz pra, jeta komunikon me neve, a i dini bre, o zot, so në thonë, shumë thonë, jeta është loj, jeta nuk është loj, po jeta është artë në veti. Edhe për mu artist është vetëm qaj që din me jetu me vetdijet plot. Me vetdijet plot edhe e din, që kjo ka energjia trupit tam, që to e mendimet e mia, që ta shone duhet me vepru, që ta shone jom ka manipulona, që ta është jom ka ndjej guximin, që ta është kam flet që kjo energji, që ta shone duhet me bo qëto, që ta shone s'duhet me bo qëto, që ta është po e ndjej qëto, që ta është po e di si dikush po më qanë me zorë. E dini qëfar arti është jeta. Kjo është gjuha e jetës. Edhe ta është krej qëto, Zoti ka kriju për neve, për me ekspanzu Zoti për mes neve, sepse ai nuk mundet në ardhë, se tash, kur thom ai, nashta se cili e paraftëron një farë mënyre, ja jep një figurë, një farë forme, po diçka shumë e madhe, diçka që është e pakrazume me kur gjojq. Krejt ato i ka kriju për neve, ti ka kriju krejt planetet, ka kriju hanën, ka kriju diellin, ka kriju tokën. Do më thonë, deri në sa metra është ka ajrë, mas sa metrave, kilometrave anej, nuk ka ajrë mo. E kuptoni, që sa bukur ka kriju gjithë shka, e tash na njerëzit nuk i përdorim këto, për shka se jemi të mbyllur, edhe jemi të manipulum, edhe jemi në matrix, edhe jemi në iluzione, edhe rrim vetëm në tashmen, dojmë qenë vetëm të sigurt, edhe s'jemi të gatshëm me thonë, hej, unë du mu hap sot, unë du me provu, edhe me provu gjithë shka, vetë, kretë këto që unë i kum su personalisht, edhe që po ja u tërgoj juve, që tash unë i kum jetu vetë, i kum provu vetë, se edhe kjo është energjia jemi bënjoku, është shumë kurioz, është shumë kurështar, do me i provu sanet vetë. Si të mija, që të mija si të shef diçka të re, a i do me provu me njëherë, me bu. Edhe na, kjo energjia bënjakve është kështu. Do më thonë, nuk është ai horoskopi që na i kanë prezentu. As hipnoza nuk është ashtu, as nuk është horoskopi në atë njërë, qysh na i kanë prezentu. Si kanë prezentu kur si duhet, për që të arsye që mos me i lon njerëzit me marrë jetën e tyre ndorë, se dikujna i duhen sklever halo. Unë tash po ndërprej, ajo uroj një mbrëmje shumë të mirë, edhe për fund tash po ju thom, mundoni sa më shumë, me jetu mënyrën ma të vetëdijshme, edhe thjesht ta pranoni momentin e tani që mos mendoni gjithmonë çka du me bo, se për çata njerëzve ju ik koha shumë shpejt, se kur flasin njerëz mes veti, secili thot ku i bona çka vjet sa shpejt shkoj koha, ku shkoj java, ku shkoj muji, pse?
Se që kjo të regon që njerëzit janë kur këtu në momentin e tanishëm. Janë gjithmonë me mendime dikun tjetër, veç trupi është kështu. Atëherë kur ti je gjithmonë dikun tjetër e veç trupi është kështu, atëherë trupi janë nis me usmu. Organet s'funksionojnë, nuk punojnë, se s'kan energji të mjaftueshme. Edhe tani ti përdor çka dush, përdor medikamente, përdor ushqim, përdor çka dush, ti je shkputur prej vetes tënde. Dhe ç'kjo është arsyeja pse njerëzit kanë smundje të ndryshme, edhe ç'kjo është arsyeja pse nuk ndihmon ndoshta veç meditimi ose vetëm shkrimi, edhe pse ato ndihmojnë, po ndoshta nëse nuk po arrin komplet aty se ku don, është që kjo arsyeja. Ujori është identitetslus. Ujori thot, unë jam që jam mu se më interesant. Për shembull, Luani thot, unë jam fiqëria, unë jam që kjo. Ujori thot, unë jam që kjo që jam edhe u kry. Kësë jam kërkushi, po në njëjtën kohë jam gjithkushi. E pranon veten ashtu siç është. Edhe nuk ka qef në komandime me komandu dikush tjetër heq. Që kjo është ujori në pika të shkurta, se kjo shkon shumë thellë. Okej, natën e mirë, ju përshëndes shumë edhe ju uroj sa më shumë vetdije. Du ta ruaj live-in, por në kom hi shumë gjatë, nuk e di se a do ta mban Instagrami si thojnë, se nuk e kom provu kur, po sigurisht se në YouTube ka me qinë. Atëherë natën e mirë, edhe miru pofshim, edhe besoj se kom e hi ma shpesh live. Natën e mirë, s'tash kam bateri. Ciao, ciao. Tong, Feride, natën e mirë.